Dola unë prej studios edhe jam të prit një taksi me shku me marrë Halo? Sind Sie frei bis Luzern? Sind Sie frei bis Luzern? Jawohl, ich bin frei. Also, mora një taksi edhe po shkoj Bitte diese Karik Pizza Limraupa wegen mich groß und schwierig zum Zannen mrenda. Mi mbroma si kalove. Au love si e. Lash studion me shku me marr pak maroni këtu në Lucern, te gëzimi. Du weißt, wer ist gëzimi, oder nein? Po, e di. Also, jam të bo hajgore se nuk kam marrë taksi, se me marrë taksi I kisha ble me pare të taksisë me më që në Lucern jo 4-5 thos gështon ja. Jam me Kingun këtu Përshëndetje. me betimin edhe po shkojmë pak marash te në studio mos u mërzit zemër u dash ka mo lidh hej katunorin e u dash ka mo lidh ti mos u mërzit në studio unë po hado maroni te gëzimi do t'i bi ty po ty t'i ruj për mas emisionit o boking që shto bosi qa bone ti si shkaj sot që në botën e for biznesin e gjotë burë apo veç pagesa veç pagesa harusha kjo është sigurimi taksia sigurimi e personal drejtori për ndryshe ja më është drejtori edhe kështu po ju tërgoj pak përveç hajgareve po ju tërgoj pak Lucernin edhe po shkojmë të gëzimi për të marrë pak gështenja sepse fillojmë emisionin në studio jo fillojmë, jemi në përfundim në duket jemi në përfundim të emisionit edhe fillojmë hej katonari jemi në përfundim parku makinën edhe po dalim prej parkimit und wir gehen mit Fuß, oder? Fuß, mit Kamm. Wir gehen Richtung Maroni. Wegen Maroni ist sehr gut für Lux. Und Lux ist sehr gut für Maroni, glaube ich. Keine Schmerzen, wenn Maroni essen, oder mit dem? Also, wir gehen bei Gzimi und wir essen Maroni. Jetzt und schauen wir. Shumë pak njerëz ka, e kupton që në Zvicër, në këtë orë, nejse, nuk është që dalin shumë. Kurse të ne, në orën deri në 12 natës, kuj hajde dalin për I kafe. Në 12 ne kena po 3 orë gjumë. Që sa plac I bukur është këtu, ja shikoj pak. Ja shikoj. Shumë gjë interesante e bukur. E kanë dekoruar për Krishtlindje, për festat e fund vitit. Ja shikoj. Sa bukur. Hoi Gzim, hoi Kingu. Wie geht's? Sitcom, hej mirë, aulove, qa bone, si je? Qa u bon? Po qenë punë. A po bën puna? A kena hajsi maroni sot apo jo? Po, sa të dosh. Okej. Also, unë kam marrë sot të gëzimi me hungër pak maroni, kam lanë studio Gzim. Ich habe das Studio gelassen so, wie ist, mit Gäst, mit Marash, mit Ali und ja, kjo era me marrë gështenja. Dhe do të shku në studio sa të më prit Marashi aty dhe të më prit stafi. E kështu që ja ku kemi gëzimin këtu. Gzim, a mundem me hy mrena pak me I pa gështenjat pak live se s'kam hy asnjë herë. Është shumë interesant me hy pak edhe me pa se si punohet. Kam dëshirë me hy pak te kjo shtëpia jote. Gzim, kur lishte for shqipshohet lodhone me hy te studia ime. Shikoj, shikoj.
shpesh me I përzi që mos me u djek. Duhet me përzi shpesh që mos mu djek. Po. Mundësish me pa në një të keqe me I hetë. Okej. Gzim, ky është profesion I vjetër, ke kohë që merresh me këtë. Alpin unë merrem prej 17 vite me këtë punë. Do me thonë që 36 vite merrem me këtë punë në Ke kështetë. mështëri, Gzim, vazhdo me mështëri ti. Vazhdo pak me mështëri. Nes do na mi pengu Gzimit se tash pse na do bëni intervistë, ky do të më fitu tash në këtë rrallë jo 50 franga deri 100 franga. Na s'kena orë për mi po dam, po kena orë për mi ndihmu me suportu pak me tregu shqiptarëve se ku është Gzimi edhe ku janë hajsi maroli, ja shikoje. Ten do shokët mi të Pekine, ka orë për me blej. S'po I pengujmë, ja ku I kena këto. Vin ran presen. Shi sa po mi e bukur Luceni. Për ata që se din, ja ku është ura këtu, edhe Gzimi këtu. Fantastike, a? Fantastike, ja shikoj. Qaj kinezi që do të më kesh, është shok, betema e njojmë që atë kinezi, I ku është në Kina, ja e din? Se dini ku është në Kina, ja? Okej. E rëndësishmë është që tash po fut në edhe të Gzimin se mështërinë e fundit e pas ka shashtë. Jetë fundit po, për momentin. Also, ja. Unë thjesht danke au, merci tellement. Siete mal angerufen. Sind mir mal angerufen. Hacking? Shumë interesant, a? He? Gzimi, erdhe edhe një herë. Thej që 17 vite. Që 17 vite se merrem me këtë punë. Do me thonë, me 16 vite ku merr në Zvicër, me 17 vite kam nisë me shit kështenja, edhe që se kum lonë 36 vite që merrem me këtë punë. Që 6 vite. 6 vite. Po, Në Zvicër sa vite I ke? po me 16 vite. Me 16 vjetë, okej. Shtatë. Oh, interesant. Edhe punë ke sa dush të mundu, da? Po shkon mirë, jemi të gëzu, kemi shumë klientë që vinë çdo herë të ne blejnë kështenja. Do me thonë, 80% të klientëve janë të rregull që vinë këtu ke ne, që na njefin me emën, me mbemën, me kështu. E që ta kinezë sa ditet kujt kënë në Shangaj? Jo, ato si dita. Mendova se mos kënë dëmisht mi për Shangaj, mos po mu I mi dalu. Më kanë hub dëmisht për Kine se më du mi dalu se këtë një lej. Gzim, a është të vështirë, nuk është punë e vështirë, është punë e mirë, Puna nuk është e vështirë, mendoj që si thonë punë që e bën me pasion nuk është e vështirë. Mirë po ka edhe ato sende që nuk duken, që me porosit kështenjat kvalitetin e mirë, do të me ditë se ku me I porosit, për ku dhe vinë, edhe ajo është ma kryesori është se çka shet për Sonde prej ku I kemi këto kështenje që I kemi sonde? Këta janë prej Italis, Prej Italis. po, e kam punoj me të njëjtin furnizues të kështenjave që 36 vite. Okej, a munda me provu pak me qenë se kam emisionin pak kështenjat italiane? Pak kështenja italiani. La gestenia italiani, la parlare la italiani, sì. La spaghetti, la macaroni, questa qua, io mangiare la pak maroni, la italiani. Këto gjithë shqiptarët që janë këtu në Lucern, I ftoj marrë të Gzimi për gështenja shumë të mira, edhe vetëm përveç gështenja shumë të mira, ka dhe mikpritit një Gzimi, është shumë djali mirë. Ja ku I kam unë me gështenja të shi. Nxehta direkt. Sa kushtojnë Gzimo? Dhe sekund. Sa na kushtojnë këto? Janë 400 gram? 400 gram. Po? 16 frangë. Me kartel mundu me më pagesën? Bravo. Hajde. Ta bëjmë me... Po. Ja, Gzimi po një se s'du me pagu. Ja, ka marrë me pagu. S'ka marrë për me marrë gratis, se I bjenë sigur jam të bërë reklam me pagesë. Bravo. Shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe ty, të rritnera, respekt. Edhe ty, zotit rrit. Ta shumë për I hakë me betimin, avash. Shumë nëzete, po ure, jam mësu me gjonat nëzeta, Gzim. Jam mësu me gjonat nëzeta, ja shikot e që. Këtë gështenjat la spaghetti, la macaroni, from Italia. Ashtë shumë, për në kofer zejt.
Dhe me ko ka shumë nëzajtë. Ej, ta shumë për jo Lorenin të tjere, zion të prit, gzim, përshëndes shumë. Më vjen shumë mirë, Zotit të rritë respekt, edhe shihemi hera tjera. Unë po jo them shqiptarëve ku marrë me Dej Maroni, okej? Faleminderit. Respekt i dashur, natën e mirë, përshëndes. Ciao. Hare betim. Tash ju thash shqiptarëve edhe herë se ku du të marrë me i borë Maronit. Hajde luaj që më hangër shtu Maronit mira. Edhe po shkojmë në studio se nuk kena edhe shumë kohë. Tash ne po ikim në studio, shikoj çfarë dekorit bukur i kanë bërë Lucernit. Ja ku janë, ja ku jemi këtu në mes Lucernit. Edhe na bofshin mirë. Hajde vllazko, merr. He pasha nonën të fortë jena. Drejtë në studio tash. Zoti ju rujt, shihemi.